Komentimi përsosur i Kuranit. Gjuzi i 29. Sure El Muddathir, zbritur në Mekë, ajete 56. Përmbajtja e surës El Muddathir. Kjo është një nga suret që ka zbritur në Mekë, por diskutohet nëse kjo ishte surja e parë që i zbriti profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, apo ka zbritur pas surës Iqra. Nëse analizojmë me kujdes përmbajtjen e këtyre dy sureve, pra të surës Iqra dhe të surës El Muddathir, vërejmë se surja Iqra është shpallur në fillim të thirrjes së profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, kurse surja El Muddathir i përket periudhës kur profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, u urdhërua që t'i ftonte hapur njerëzit në rrugën e drejtë pasi kohës së ftesës fshehurazi i kishte ardhur fundi. Kështu që disa komentues janë të mendimit se surja Iqra është surja e parë e cila i është shpallur profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, në fillim të dërgimit të tij, kurse surja El Muddathir është surja e parë e thirrjes hapur. Ky mendim është më i pranuar midis këtyre dy alternativave. Sidoqoftë, në këtë surë është reflektuar plotësisht natyra e sureve mekase, siç janë ftesa për besim, trajtimi i çështjeve që lidhen me ringjalljen, me luftën kundër idhujtarisë, si dhe paralajmërimi apo kërcënimi kundërshtarëve me anë të dënimit hyjnor. Tematika e saj përmbledhet në 7 pika kryesore. 1. I bëhet thirrje profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, që t'i përvishet me zell detyrës, të tërheqë vërejtjen idhujtarëve, të ftoj hapur, të tregoj durim dhe qëndrueshmëri në këtë rrugë, si dhe të siguroj përgatitjen e nevojshme për realizimin e kësaj përgjegjësie. 2. Në këtë sure flitet për ringjalljen, për cilësitë e banorëve të xhehenemit, të cilët jo vetëm e kundërshtonin Kuranin, por edhe përqeshnin fjalët e Allahut. 3. Përmendet një pjesë e karakteristikave të banorëve të xhehenemit, të shoqëruar me tërheqje vërejtjeje dhe paralajmërim për idhujtarët. 4. Me anë të betimeve të njëpasnjëshme theksohet çështja e ringjalljes. 5. Ndërlidhja e fatit të çdo njeriu me veprat e tij, si dhe mohimi i çdo lloj ideje dhe mendimi të palogjikshëm lidhur me këtë. 6. Shpaloset një pjesë e karakteristikave të banorëve të xhenetit dhe xhehenemit, si dhe fati secilit prej tyre. 7. Në fund përmendet shkaku i largimit të njerëzve ignorant, të paditur mendje mdhenj dhe egoist nga rruga e drejtë.